Tu në gjatë jetë uroj të jeni mirë. Pas një telefonate të ndodhur ndërmjet Donald Trump dhe Vladimir Putin, presidentët e Amerikës dhe të Rusisë kanë rënë dakord që të zhvillojnë një takim, një summit të rëndësishëm historik në Budapest, ku ftuesi është Viktor Orban, personi i cili ka thinjur Europën, ka thinjur Perëndimin me qëndrimet e tij avangard si antar i Bashkimit Evropian, si një frenues kryesor i të gjithë revanshit dhe frymës revanshiste në Europës, ndaj Rusisë, ndaj Vladimir Putinit dhe agresionit rus në Ukrainë. Zgjidhet Hungaria si tokë e ndërmjetme. Europa lindore kthehet edhe një herë në skenë si mikprice e njërit prej takimeve më të rëndësishme në planet, ku është fokusuar gjithë bota për të parë se si do të ndodhë, çfarë do të ndodhë dhe përse do të ndodhë. Përse Donald Trump dhe Vladimir Putin takohen në Budapest? A jemi përpara hapjes së dyerve të paqes apo përballë hapjes së dyerve të ferrit? Cilat janë kulisat e këtij takimi? Si do të ndikojë takimi i Budapestit në përcaktimin e ekuilibrave të ri gjeopolitik ndërkombëtar, në përcaktimin e përballjes mes lindjes dhe perëndimit, mes Amerikës, Rusisë dhe Kinës në lindjen e mesme, në Europën lindore, në Ukrainë dhe në detin e Kinës Jugut? Si do të ndikojë ky takim në përcaktimin dhe në ristrukturimin e strategjisë, qoftë nga ana e Vladimir Putinit, apo nga ana e liderit kinez Xi Jinping, apo nga ana e Bashkimit Evropian, apo nga ana e Washingtonit vetë? Si të po luajnë ekuilibrat, si do të luajnë lojtarët, si do të ndikojë kjo marrëveshje këtu në Ballkanin Perëndimor, në dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, si mund ndikojë në çështjen shqiptare nëse ka një marrëveshje ndërmjet Putinit dhe Donald Trump, si do të ndikojë në Serbi, si do të ndikojë në Bosnjë me Republikën Srpska atje, cilat mund të jenë zhvillimet dramatike apo të pëlqyera këtu në Ballkan në rast se shkojmë apo nuk shkojmë në një marrëveshje të mundshme hipotetike ndërmjet Vladimir Putin dhe Donald Trump në Budapest. Pas 2 javësh është lënë takimi në telefonatën e fundit që kanë bërë dhe menjëherë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe ministri i jashtëm rus Lavrov, Sergej Lavrov, kanë nisur nga puna për të përgatitur agjendat e takimit dhe për të çuar përpara atë që do të diskutohet atje në Budapest. A do të mbrijnë në një marrëveshje paqe apo do të hapen dyert e ferrit? Për të kuptuar gjitha këto kulisa, për të kuptuar gjitha këto detaje, duhet të ndiqni me durim deri në fund, sepse ka detaje të rëndësishme të cilat do ju bëjnë të kuptoni se si mundet të përfytyrohet ky takim, përse gjithë bota është fokusuar atje dhe cilat do të jenë pasojat që do të jenë mbi gjithë botën, mbi rajonin, por edhe veçanërisht mbi çështjen shqiptare, çka na intereson më shumë se të gjitha. Në qoftë se e mbani mend në takimin, në vizitën e fundit të presidentit amerikan Donald Trump në Tel Aviv, në summit, në rrugën e tij për tek samiti i Sharm el Sheikh në Egjipt, për të bërë ndërmjetësimin apo për të firmosur marrëveshjen e paqes ndërmjet Hamasit dhe Izraelit, që u firmos në Sharm el Sheikh në praninë e 22 liderëve të vendeve të tjerë, në kohën kur presidenti Trump u ngjit në Air Force One, gazetarët i thanë, i bën një pyetje se si po shkon situata dhe si do të shkojë situata në Ukrainë. Pasi Donald Trump kishte premtuar se ai do të mbyllte konfliktin edhe në Gaza, por edhe atë në Ukrainë, Donald Trump tha se Ukraina doli më e vështirë se që kishte imagjinuar, doli më e vështirë se që kishte parashikuar, dhe se ai ishte shumë i trishtuar prej presidentit Vladimir Putin, i cili në thelb është duke bërë manovra për të blerë kohë dhe nuk është duke bërë negociata. Putin dhel për e vjetër, por Donald Trump jo më pak se ai. Si do të shkojë loja, çfarë do të ndodhë? Donald Trump i tha botës dhe u tha gazetarëve se ai ishte tashmë shumë i zhgënjur prej Vladimir Putinit dhe se mund të mendonte seriozisht dërgimin e një pakete të raketave Tomahawk për të ndryshuar strategjikisht ekuilibrat, paktën ky ishte qëllimi.
për të ndryshuar strategjikisht ekuilibrat ushtarak atje në teren. Çfarë do të thotë dërgimi i 2000 tomahawkëve në Ukrainë, me mundësinë e përshkallëzimit dhe me mundësinë e përdorjes së disa prej tyre me mbushje bërthamore, me koka bërthamore taktike, kjo do të thonte në një farë mënyre apo në një tjetër hedhje në erë të gjithçkaje është diskutuar deri tani ndërmjet Donald Trump dhe Vladimir Putinit dhe gjithçkaje, çdo kanali që kanë arritur, çdo kanali komunikimi të hapur që ata i mbajnë vazhdimisht, qoftë ndërmjet CIA dhe shërbimeve ruse, por edhe ndërmjet ministrive të jashtme, siç ndodh edhe me Kinën, kanale vazhdimisht të hapura për të ruajtur dhe për të mbajtur konfliktin në kontroll. Donald Trump e hodhi këtë për të përdorur strategjinë e tij më të dashur për të, pra strategjinë më të dashur për të, që është strategjia e shkopit dhe e karrotës. Donald Trump e ka në stilin e tij të bërit negociata, ndryshon shpejt, luhatet shpejt, e dredh shpejt, kthehet nga fjalët e tij, hidhet në sulm, tërhiqet, përkëdhel, të dashuron, të fut në një çok kokës, të godet fort, është skem kjo e gjitha. Është skem negociatash, të cilën Putini e kupton, sepse Putini është dhelpur që vjen nga shërbimet sekrete ruse. Ai ka thënë se nuk mundemi të besojmë perëndimin as amerikanëve me sy mbyllur, sepse Rusia sot thot nuk është më ish Bashkimi Sovjetik kur kishit Gorbachovin, edhe Boris Jelcinin, i cili rrinte gjithë ditën tap duke pirë vodka. Situata ka ndryshuar. Është Vladimir Putini atje, i cili është duke shkuar drejt një lufte dhe ka qëllimet e tij. Amerikanët po e joshin, por edhe po e kërcënojnë hapur. Pse? Sepse jemi në minutat e fundit. Pas 2 javësh hapen dyert e paqes apo portat e ferrit. Çfarë do të ndodh? Unë kam dyshime të mëdha se mund të ndodhë ndonjë gjë e madhe, nuk besoj dhe arsyet do t'ju shpjegoj nëse keni durimin dhe mirësinë të më ndiqni deri në fund, cilat janë arsyet që mua më bëjnë të besoj se takimi i Budapestit, edhe pse është kaq i rëndësishëm, do të jetë shumë e vështirë të shkojmë në një marrëveshje të madhe dhe më pas do të shikojmë se si mundet hipotetikisht secila prej marrëveshjeve të ndikojë këtu tek ne në Ballkan, në raportet ndërmjet Serbisë, Kosovës, por edhe çështjes shqiptare me serbët këtu në Ballkan. Volodymyr Zelenski, i cili shkon dhe vjen vazhdimisht ndërmjet Europës dhe Washingtonit, shkoi në Washington dhe shkoi u takua me Donald Trumpin atje, pra tani së fundmi. Dhe u kërkoi atyre Tomahawk, u kërkoi amerikanëve Tomahawk. Amerikanët e përmendën prap mundësinë që të çojnë një paketë 2000 raketa Tomahawk në Ukrainë, por nuk ja dhan Zelenski. Donald Trump e kritikoi ashpër dhe i dha një fshikëllim mas qafe Volodymyr Zelenskit dhe i tha tani nuk ka Tomahawk. Kjo ishte mesazh në konfidencë për Zelenskin, ti e i joni, ti e kupton shuplakën tonë për ne në qafën tënde, edhe mas kokës, dhe ti duhet ta kuptosh që ne kemi një moment shumë kritik tani dhe duhet i japim ca sinjale Putinit. Ç'ishte ky sinjal? Sinjali ishte ik Zelenski, nuk ka Tomahawk për ty, dhe mesazhi ishte për Moskën që Amerika e bëri lëshimin e saj kundrejt Rusisë. Pra, kishte mundësinë që t'i jepte Tomahawk dhe t'i shkaktonte hemorragjit fuqishme Rusisë në frontin e Ukrainës, por nuk e bëri këtë. Që do të thotë, mesazhi amerikan për Kremlinin ishte ne e hodhëm një hap, tashmë është radha që të hedhni ju hapin tuaj. Rusët nuk besojnë ka amerikanët, pavarësisht filmave që bën Vladimir Putini, edhe takimeve që mund të kenë bërë, apo edhe pëshpëritjeve vesh më vesh që mund të kenë bërë kur hipën në makinën në bishën presidenciale atje në tokën e Alaskës. Por Zelenski u tërhoq dhe e kuptoi që amerikanët i thanë, ti e djali jon, ti e duke bërë luftën, por tani do të durosh pak, sepse ne kemi një marrëveshje më të madhe me Putinin dhe do ta bëjmë atë. Putini tha
që joshjet amerikanëve dhe të perëndimit me investime stratosferike apo me investime të mëdha të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme janë vetëm fjalë në ajër, të cilat të Putini nuk mund t'i gëlltis ashtu krejt falas, sepse ai ka vënë afate kohore dhe ka vënë objektiva të caktuar dhe e gjithë çështja është se në Budapest edhe Donald Trump do të shkojë përfitore, edhe Vladimir Putin do të shkojë përfitore. Në qoftë se perëndimi është duke u afruar më shumë drejt, pra Amerika dhe BE-ja, janë duke u afruar më shumë drejt një formule të barazimit, Vladimir Putini nuk e don më as barazimin. Pra, nuk do më përveç se fitore, sepse thot, unë nuk tërhiqem, thot, dhe nuk konsideroj marrëveshje as fitore, as barazim, dhe ky është problemi i madh, se Putini është duke luajtur fort dhe po bllofon fort. Ky blof i Vladimir Putinit dhe i Kremlinit, sa do t'i kushtoj, a do t'i kushtoj tërheqjen e Amerikës, unë dyshoj shumë. Dhe tërheqjen e europianëve, unë dyshoj shumë. Thuajt europianët do të futen në pardesyn e Amerikës tashmë se nuk do të guxojnë më të bëjnë lojra vetë. Problemi është që Putini nuk don të shkohet dhe të afrohet drejt versionit të barazimit. Pse? Sepse Putini thot, unë nuk tërhiqem nga loja, as e konsideroj fitore, por as barazim mundësin e një marrëveshje, e cila minimalisht nuk më jep çfarë aneksimin de facto të 4 rajoneve, qoftë me status veçantë, qoftë territor rus, Donetsk, Lugansk, Zaporoxha, Kharkiv. Aneksimi i këtyre 4-ve thot nuk i kam diskutim fare. Atje çfarë ka? Atje është gjithë pasuria e Ukrainës. Atje janë gjithë mineralet e Ukrainës, atje janë gjithë mineralet e radha. Atje është gjithë loja përbëhet për atë pjesë. Putini thot, unë nuk tërhiqem, por nuk aneksova kjo. Po nuk aneksuan këto 4 rajone. Aneksimi i këtyre 4 rajoneve, çfarë është në thelb, është grisje e hartave të botës. Grisja e hartave të botës do të thotë grisje e rendit ndërkombëtar. Do të thotë rendi botëror ka rënë. Në fakt, agresioni rus në 24 shkurtin e 2022 në Ukrainë nuk ishte gjë tjetër përveç se shpallje e rënjes dhe e shkatërimit të rendit botëror aktual. Të gjitha palët tashmë po e kuptojnë dal ngadalë që unilateralizmi ka rënë dhe një botë e drejtuar vetëm nga SBA-ja ka rënë, sepse SBA do të jetë e detyruar ta drejtojë botën edhe me fuqitë e tjera rivale, siç është Kina dhe jo vetëm, por nuk mundet të pranojnë aq lehtë që të thyhet rendi botëror, sepse rendi botëror nëpërmjet thyrjes së tij dhe shkatërimit të tij total, do të thotë që u hapën portat e ferrit. Çfarë do të thotë? Çdo shtet më i fuqishëm që ka fuqi të çojë ushtrinë ke shteti tjetër, do të thotë mund shkojë dhe mund bëjë atje çfarë të dojë, të aneksojë rajone, zona, edhe të thotë kjo është toka ime, tokë e xanon. Prandaj ajo që pritet të ndodhë në Budapest është aq e rëndësishme për nga frika dhe horrori që përmbajnë rezultatet e mundshme të takimit, sepse mbërritja në rezultate është shumë e vështirë dhe tërheqja e palëve është shumë e vështirë nga pozicioni minimalisht i barazimit. Putini thot në qoftë se nuk aneksoj 4 rajonet, 1, në qoftë se nuk denazifikohet Ukraina 2, rënja Zelenski 3, mos antarësimi NATO, ose po deshët mbajeni Zelenski thot, po mbajeni e keni kukull aty. Mos antarësimi i Ukrainës në NATO dhe mos zgjerimi i kufive të NATO-s deri ke kufit e Ukrainës, sepse këto janë vijat kuqe, thot, nuk i pranoj të negocioj për asnjë lloj arsye, sepse më shkelet siguria ime kombëtare. Doktrina Monroe, James Monroe, amerikane, thot, po u shkel Baçja, po u shkel komshiu im, po u kërcënua komshiu im dhe fëmijë im, po më erdhën trupat armike rivale kundërshtare tek
fusha e fëqinjit tim kanë ardhur te shtëpia ime, ndaj unë refuzoj. Atëherë, në qoftë se Putin refuzon të shkojë tek versioni i barazimit paktën, që po e ofron Trumpi, po e ofron. Atëherë, ku do të shkojë situata? Situata pritet përshkallëzohet më keq. Sepse as Putini nuk është gati të shkojë ke shtëpia vetë dhe t'i thotë atyre, unë bëra 4 vite lufte dhe u ktheva aty ku ishim ke pika zero, nuk arrita asgjë, por edhe shembja e rendit botror shumë me kosto shumë të mëdha. Ose do të shkatroj komplet botën, do shkatroj komplet rendin, ligjin botror dhe status quo-n aktual. Shkepet lindja mesme, shkepet Ballkani, Europa, Amerika Latina, Afrika, kush ka ushtri, kush ka shtet, kush ka armatime, fillo dhe thot, ja siç i morët atje do i marrim edhe ne. Problemi është që Putini nuk është vetëm vetë. Putini është me Kinën nga mbrapa. Kina është mbrapa Putinit dhe është bashkë me Putinin në momentet caktuara, por edhe nuk është me atë në momentet caktuara. Putini edhe do ta ketë, sepse takimi i Budapestit është mundësia e fundit amerikane për Vladimir Putinin që kujdes, ose hajde këtu dhe merru vesh me ne, ose do të pagush shtret. Se kush është pagesa shtret e din këta pasaj çfarë do bëjnë. Ka njerëz që do më thonë mua, Kreshnik, po ku ka më fuqi perëndimi me lujt? Unë nuk e di këtë. Ka s'ka fuqi, kjo është histori propagande. Unë di që Amerika nuk i ka nxjerrë gjitha dhomët e saj dhe nuk ja merr vesh kush këmbët ku i ka deri në fund. A do bëjmë propagandë? Unë nuk jam këtu për propagandë. Unë i shërbej kombit tim, popullit tim, as i përkas kërkujt i përkas interesave strategjike të kombit tim, vendit tim, të atdheut tim. Interesat e atdheut tim janë aty ku i din të gjithë. Janë me Amerikën, janë me perëndimin. Tani çfarë do bëjmë ne? Unë nuk po bëj me propagandë, edhe pse jam për kombin tim, jam i detyruar të vendosem këtu dhe do vendosem këtu. Por detyra ime nuk është të bëj propagandë as tifozllëk, siç bëjnë këta çunat dhe gocat me bordorok ke televizionet dhe ke portalet e shqiptarëve. Këto thonë Putini do ta shkatroj Amerikën, këta thonë Amerika e griu Putinin dhe Putini me zor po merr frym atje. Të dyja palët të rrenë. Sepse janë çuna dhe goca borderosh. Ne na intereson kombi jon dhe aleatët tanë që do të bëjmë. Politika ndërkombëtare, miqtë e mi të dashur, nuk është moral. Përpiquni ta kuptoni këtë mirë, me kujdes. Politika dhe marrëdhëniet ndërkombëtare nuk janë histori me moral. Kush do me bë moral, t'ja bëj kalamajve të vetë që ja ka pjell gruaja vetë, t'i rrisi mirë, t'i mësoj edukatën, si flihet, si hahet, si pihet, mos vidh, mos prit, mos i shif gruan tjetrit, mos i vidh portofolin tjetrit, mos ja merr pasurinë tjetrit, mos shaj, mos përdor fjalë të ndyra, merr atë që është e jotja nga kjo botë, thuja fjalën e mirë njerëzve, sillu mirë, tregohu i sjellshëm, sillu i edukuar. Këtë moral mund ta bësh me kalamajt e tu ke shtëpia jote. Marrëdhëniet ndërkombëtare nuk janë moral, janë interes, dhe interesat e kombit tim janë aty ku janë dhe ne duhet jemi aty ku janë interesat e kombit ton, sepse bota është aq e rrezikshme dhe nuk është një histori kjo me moral, me pastërti. Kupton? Kush është interesi jon? Interesi jon është që atje të hapim syt me kujdes si do veproj Amerika me Rusinë në Budapest. Pse? Se vjen radha këtu Ballkanit. Kuptuam? Paqja është qëllim përfundimtar dhe të dyja palët po bllofojnë shumë fort. Po bllofojnë fort. Trumpi me stilin e vet. Kamxhik tërheqje, kamxhik karrot, Putini me stilin e vet prej akulli, e merr në telefon Donald Trumpin,
Alo, yes sir, i thot, do shifemi në Budapest, këndej, fillon bombardimi, thyrje kockash në Ukrainë. Nuk ka pik në respektit për atë që ka folë me Trumpin. Pse? Sepse janë mesazhe këto, me atë akullin, njeriu prej akulli. Njeri shërbime sekrete Putin. Është dhel për e vjetër. Sa flet në telefon me Trumpin, 10 fish bombardimet në teren. Tani këtu ka Karagjos që dalin në për televizione shqiptare, edhe thonë, vdish Putini, ngordhi Putini, kanë 4 vjetë. Natë për natë, maroj, s'ka më buk në Rusi. Ja nesër bi Putin. Pralla rena. Kuptuam? Sikur se ka nga ana tjetër të cilët bëjnë propagandën e anës tjetër. Ne duhet jemi racional. Duhet jemi të ekuilibruar mendërisht. Sepse kjo nuk është histori me tifozllëk. Kjo është histori i interesash të mëdha. Ku qëndron çështja në këtë moment? Palët po luajnë me blof maksimalist. Blofi maksimalist rrezikon të çojë në paqe të madhe, por rrezikon edhe të na çojë drejt një përplasje të frikshme të madhe. Çfarë po luan Donald Trump? Rusia është duke ngul këmbë tani. Nuk don të shkoj as tek versioni barazimit. Dhe kjo është tepër e rrezikshme. Pse? Putini thotë, unë s'besoj ke Amerika, s'besoj ke Perëndimi, s'du me ditë fare, thotë këto premtimet për investime, këto e në pralla me mret. Bukur shumë. Amerika në këtë rast e përfaqësuar nga Donald Trumpi, vërtet Donald Trumpi është i vetmi politikan amerikan, i vetmi president në historinë e Amerikës që ka përkëdhel kaq shumë Rusin dhe Vladimir Putin. Kur më parë në historinë e SBA-ve nuk ka ekzistuar një president amerikan që t'i bëj kaq shumë përkëdhelje Vladimir Putinit dhe Moskës dhe Kremlinit se sa i ka bërë Donald Trumpi. Çfarë do të thotë kjo, o Kreshnik? Më ndiq me kujdes se për pak minuta e merr vesh. Kjo do të thotë që Donald Trump nuk është i lirë deri në fund me kokën e vet të bëjë çfarë të dojë vet. Donald Trump ka një presion të jashtëzakonshëm, 1 nga republikanët e tij brenda, 2 nga senati, 3 nga kongresi me republikanë dhe me demokratë. Jo vetëm demokratët, kujdes. Me republikanë dhe me demokratë ka një presion të jashtëzakonshëm. Dhe i kanë thënë Trumpit, biri në një shpull mas qafe këtij Zelenskit, #te, thuaj këtij përpara botës nuk ka tomahawk, prit reagimin e Putinit, shkoj me version barazimi Putinit në Budapest dhe po të presim edhe pak. Për ndryshe do të filloj thyrja e kockave. Dakord? Dhe Putini, pavarësisht propagandës së putinistëve që janë shumë në trojën shqiptare, nuk e ka më fuqinë që ka pas përpara 4 vitesh. Sigurisht unë nuk bëj pjesë të Karagjozët që thonë Rusia po vdes për bukë dhe s'ka më ushtar. Por Putini nuk është më në pozita që të bllofoj kaq fort. Ndaj, Perëndimi dhe Donald Trump nuk do të ul nivelin e bllofit të tij më poshtë se barazimi në Budapest. Nuk e di, a jam i qartë, sepse loja është shumë e gatëruar. Qoftë se Donald Trump nuk merr gjë në Budapest prej Vladimir Putinit dhe unë dyshoj shumë se Vladimir Putini do t'i jap gjë, sepse arriti Trumpi në Gaza në marrëveshje, por Hamasi bëri shumë lëshime të cilat do t'i kuptojmë më vonë, do ju bëj një bisedë dhe një analizë për çfarë po ndodh dhe atje ka zhvillime të frikshme në lidhjen e mes lidhur me marrëveshjen e paqes për Gazën, ka shumë detaje të rëndësishme, do ja shpjegoj në orët në vijim, nesër, pas nesër, ka shumë zhvillime. Pra Hamasi bëri shumë lëshime dhe u arrit në marrëveshje paqe. Nuk ka rëndësi do prishet marrëveshja apo s'do prishet më mbrapa, është histori tjetër.
Putini nuk është gati të bëjë asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj lëshimi. Dhe çfarë do marrim në Budapest? Kjo është pyetja e madhe. Në qoftë se Ukraina dorëzon rajonet e lindjes, nuk ka NATO, nuk ka ngrirje të antarësimit NATO, 4 heqjet NATO, do të thonë fitoi lojë Putini. Perëndimi nuk mund ta lejojë një fitore totale të Putinit, sepse humb autoritetin botëror. Do të thoni ju, po mirë, le ta humbas që duhet asaj me shku deri ke kufit. Dakor, çështja e neutralitetit të Ukrainës duhet diskutohet dhe është në diskutim. Po jo të fitoj Trumpi, të fitoj Putini maksimalisht dhe t'japi të krijoj precedentin botë që kushdo që ka fuqi me shkep shtetet e tjera, t'ja hyn ndrut, marr rajonet që don dhe mbyllet loja. Çështja është tepër rrezikshme. Pse? Sepse Donald Trump nuk ka më kohë. Siç e shihni tek fotoja që e keni, fotoja e emisionit e thumbnailit, Trump është duke parë orën, sepse Trump nuk ka më kohë. Në Amerikë, republikanë, demokrat, kongresmen e senator i kanë dhënë afatin e fundit Trumpit, e ke përkëdhel boll, kur më parë në historinë e Amerikës nuk është përkëdhel shefi i Kremlinit si sot. Shih çfarë do të bësh në Budapest, dëgjoje për herë të fundit, pastaj kërcet përplasja e madhe. Kjo përplasje e madhe e ndez sërish botën. Putini çfarë thot? Trumpi s'do me ditë thot për marrëveshje, Trumpi ka halltur shesi europianëve armatime. Pse? Sepse Trumpi thot dërgon Tomahawk, dërgon armatime sa të duan ata. Problemi është se i ka thënë europianëve doni me mbrojt Ukrainën, hidhni pare që të punojnë fabrikat në Amerikë. Amerika është për një version më tjetër, më të ndryshe. Çfarë do të arrijnë atje? 2 skenarë. Shkum në marrëveshje të madhe me aneksim Ukraine, ne këtu në Ballkan mund të marrim pakës frymë. Në qoftë se nuk merr Putini asgjë në Ukrainë, rrezikojmë seriozisht që Putini të vit kërkoj kompensim Ballkan. Kush janë kompensimi Ballkan? Kush është lojtari i tij? Është Serbia. Pra, hegemoni serbe, botë serbe që dominon Ballkanin për llogari të Rusisë, në qoftë se ka një version minimalist dhe Putini humbet në Ukrainë, do të kërkoj kompensim këtu në Ballkan. Në të gjitha rastet, stuhia amerikane po vjen në drejtim të Ballkanit. Edhe Europa tashmë do të futet në palton e Donald Trumpit dhe në palton amerikane, sepse është tepër rrezikshme që të mbetet jashtë kësaj paltoje në këtë moment, qoftë në Ballkan, qoftë në çdo rajon tjetër. Pse? Sepse Europa do të detyrohet tashmë të hyjë në linjën amerikane dhe do të pranoj versionin amerikan për Ballkanin. Çfarë është versioni i Donald Trumpit për Ballkanin? E dini ju, është Abdullah Hoti me Vučićin, marrëveshja e Washingtonit 2022. Kush është marrëveshja e Trumpit? Shumë shpejt ju i dini të gjitha më mirë se unë këtë. 4 pika: bashkëpunim ekonomik, mos na merrni me ideologjira, me politika, harrojeni këto. Përfitoni ekonomikisht, nisni biznesin, bëni pare 2 palët, jetoni në qef, Ujmani të prodhoj energji, do të ndihmoj Amerika, do të bëj energji për Serbinë edhe për Kosovën, mos ta çani kokën shumë, as me luftra, as me konflikte. Vjen një qetësim nga Richard Grenell, i cili thot kur nuk ka patur në versionin amerikan dhe nuk do të jetë shkëmbimi territoreve, por mund të jetë një version agresiv i zajednicës dhe i asociacionit. Ndaj, këtu ne duhet kuptojmë se si do shkoj loja me shqiptarët. Tiranën e keni të shitur, është Tirana vetëm përdor UÇK-n, e shpjegum, për të bërë gurgule nacionaliste, sepse i duhet Thaçi Ramës për të hip tek varka e Trumpit. Të gjithë do të hypin ke varka e Trumpit tani. Dhe ke varka amerikane. Grenell i tha, nuk ka marrëveshja me Washingtonin, tha shkëmbim territorësh, tha as ndonjë gjë në dëm të shqiptarëve. Amerika e thellë nuk do të shkojë kurrë, sipas mendimit tim, kundër shqiptarëve. Problemi është që
Donald Trump është i paparashikueshëm dhe mund të shkojmë në versione maksimaliste të zajednicës, asociacionit apo të pikave të tjera të marrëveshjes Washingtonit, siç ishte ngrirja e lobimit, pra për njohje të reja dhe ngrirja e lobimit për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, që u dakordësua në Washington. Hapja e zyrës amerikane të tregtisë në Beograd, fillimi i biznesit me Serbisë dhe Kosovës e kështu me radhë. A do të shkojmë në një marrëveshje apo jo? Kosova duhet bëhet gati për këtë bashkë me Shqipërinë. Shqipërinë ne këtu nuk kemi asnjë mundësi çfarë të bëjmë, sepse jemi komplet vetëm dhe gjithçka e kontrollon Rama, sepse dini ju me kartele droge dhe me grupe kriminale, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, fitoi zgjedhjet dhe ka sot deputet që s'ka më nevojë as për Berisha as për njëri. Berisha po lulojnë e vet, nuk kemi kohë ta analizojmë tani, dhe po pret që të jetë lojtar rezervë për Washingtonit i tranzicionit të strategjisë amerikane për Ballkanin, sepse ju a thash nuk mund të jetë një 81 vjeçar lojtar strategjik afatgjat, dhe i thot Ramës, ti kontrolloje komplet, po merdi radha mu, futëm dhe unë loj dhe ti aty ku je. Dakord? Tani, a do ta marrë Berisha këtë ofertë nga Washingtoni apo jo, kjo është analizë tjetër. Por ai po e pret këtë. Ndaj po luan në gjysmë tërheqje. Po e ndëron që t'i vi radha të kthehet si lojtar. Në rast të një kthimi agresiv, siç po duken gjasat që do të kthehet Donald Trump në Ballkan, që do të thot edhe Europa ka për ta lënë Prishtinën vetën nga versioni i saj maksimalisht, në rast se Donald Trump dhe Washingtoni ofrojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për Serbi Kosovën, në rast se Putini do të kërkojë koncesion në Ballkan. Në qoftë se nuk ndizet Kosova dhe nuk e ha të gjithë Kosova qafën e patës, bashkë me ne shqiptarët, bashkë me mua dhe ju që jemi duke parë këtë, mund të kemi ndezje në kurriz të Bosnjë-Hercegovinës, që do të thotë do aktivizohet Milorad Dodik në Republika Srpska dhe do të përgatisë situatën për krijimin e kushteve dhe të klimës politike për të krijuar ndarjen nga Bosnjë-Hercegovina, që do të thotë ndezje e Ballkanit dhe rikthim tek loja e Putinit. Kjo do të sjell aktivizim të vatrave të Rusisë absolutisht automatikisht në Mal të Zi, ku do të kemi një rikthim të qeveritë pro-ruse në Malzi, dhe do të kemi aktivizim të minoritetit serb në Republikën e Maqedonisë Veriut dhe të gjithë narrativës ruse atje për një ridominim të Serbisë në narrativën e politikës jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është loja dhe këto janë skenarët. Këshilla dhe sugjerimi miqësor për Prishtinën, për zotin Kurti, për opozitën atje. Ka dhe pak ditë në dorë për të kriju qeverinë. Zoti Kurti mos krijo qeveri të ngushtë, minimaliste, krijo qeveri koalicionit të gjerë, sepse stuhia që po vjen nuk do ta mbash dot ti me vetëvendosjen dot. Shpatullat tuaja janë shumë më të brishta me një shumicë minimaliste të përballesh me atë që po vjen. Jam i vetëdijshëm dhe i sigurt që zoti Kurti e kupton këtë më mirë se Krishnik Osmani dhe më mirë se ndonjë tjetër. Por unë flas që dëgjojnë edhe njerëzit, edhe miqt, edhe politika, edhe ata ustallarët që dëgjojnë. Kujdes, zoti Kurti bëj qeveri koalicioni të gjerë, sepse nuk e di kërkush çfarë vjen pas Budapestit. Ose hapen dyert e paqes, ose hapen portat e ferrit. Dhe në rast se Rusia merr kompensim Ballkan, ne do të paguajmë shtrenjtë. Është e sigurt. Dhe këtu duhet bashkim dhe unitet kombëtar. Tirana, Prishtina, të gjitha energjitë kombëtare të mbrojmë çështjen shqiptare, sepse jemi në momente jashtëzakonisht të rrezikshme dhe delikate. Unë kur nuk kam për ta besuar dhe jam i prirur të mos e besoj mundësinë që Washingtoni të na shes, por mund të jemi të detyruar të bëjmë, të kafshojmë fort mishin ton
dhe të bëjmë zgjedhje të rrezikshme dhe të vështira për llogari të kompromiseve të mëdha, dhe i vogli paguan gjithmonë faturat e mëdha. Ndaj ky është momenti të forcojmë unitetin, bashkëpunimin kombëtar dhe të gjenerojmë të gjithë indin kombëtar, diaspor, Kosovë, Shqipëri, Medvegjë, Bujanovës, Maqedoni e Veriut, trojet shqiptare, diaspor kudo ku janë. Ky është momenti. Dhe kam 4 vite që e flas këtë natë për natë. Dikush thot konspiracionist, ky thot ja ke fut kot, ai tjetri shet prasë edhe gjiz, edhe thot ku merr vesh ti re. Ku merr vesh ti re? Profesioni i secilit prej jush është si për kokës time. Ua puth duart dhe këmbët e të gjithë atyre që kanë çdo lloj profesioni dhe jetojnë me djersën e ballit vet. Por ti nuk I merr vesh këto gjëra nëse nuk është puna jote kjo punë. Nëse shet prasë edhe gjiz, ti je 100 herë më I nderuar se unë. Mund të jesh 100 herë më I nderuar se unë, po ti se kupto këtë. Mos hajde këtu të më thosh mo ku merr vesh ti re. Kuptuam? Jemi në momente kritike. Jashtëzakonisht kritike, unë do të jem me ju minutë pas minute, hap pas hapi, do të ndjekim gjithçka me kujdes, do të analizojmë gjithçka me kujdes, dhe vini re, ne shpesh herë flasim me kode, flasim me mesazhe të pa kuptimta për të gjithë, sepse nuk flasim vetëm për ju. Flasim për njerëzit e thjesht, flasim për ustallarët, flasim edhe për ata që janë pas perdeve. Ndaj, nuk është e nevojshme ti kuptosh gjitha. Kupto sa të mundesh, përpiqu të përthithesh sa të mundesh dhe bëj aq sa të mundesh. Loja është e madhe. Shqiptarët janë në udhkyq siç është e gjithë bota. Ajo që po ndodh dhe do të ndodh pas 2 javësh në Budapest, do të jetë një tërmet I madh në dimensionin e tij pozitivist dhe në dimensionin e tij negativist, që fatkeqësisht unë mendoj se është I dyti, sepse Kremlini dhe Vladimir Putini janë duke bllofuar, nuk duan të lëshojnë asgjë. Ndaj, kjo do ta detyrojë Washingtonin që të shkojë në ofensivë dhe do të shkojmë në një tensionim të mundshëm. Urojmë sigurisht paqe dhe marrëveshje. A do të arrihet apo jo? Është shumë e vështirë. Unë besoj që do të jetë shumë e vështirë në rast se Putini luan me këtë violin që është duke luajtur dhe në këto akorda që po luan. Kaq kishim për sot, zhvillimet e tjera janë të mëdha, pjesën tjetër do ta ndiqni rrugës, sigurisht do të jemi bashkërisht këtu në këtë dritare për t'i kuptuar gjitha pjesa tjetër ama, siç e dini gjithmonë, vijnë në numrin arç.